Në këtë natë të shenjtë të Kadrit, unë du t'ju zbuloj një sekret shpirtit tim. Në këtë objekt që shikoni nga mbrapa, ne po kemi dëshirë që të vendosim një shtëpi Zoti ku i përfshim mrena të treja besimet. Besimin katolik, besimin musliman dhe besimin ebraik. Do të vendosim 3 simbole brenda një kupole dhe me thonë drejtën, kjo është një përpjekje ose është një dëshirë e shpirtit tim për të demonstruar përpara gjithë botës fisnikrinë shqiptare, për të demonstruar përpara gjithë botës se sa të gjonë jemi ne, se sa shumë besojmë Zot, se sa tolerant jemi, se sa respekt kemi për njëri tjetrin, dhe shembullin ton duhet ta marrë gjithë bota, miqtë e mi. Dhe unë në këtë natë të shenjtë, po kam dëshirë që t'i bëj një lutje Allahut, t'i bëj një lutje Krishtit, t'i bëj një lutje njerëzve të mëdhenj që kanë diçka në dorë për ta fikat luftë, për ta shujtat luftë në gji, sepse nuk e kuptoj, po vriten njerëz pafund, po shkatërrohen shtete, po i vjet loj ekzistenca njerëzve, miqve tanë, që në një lloj mënyre dhe ne jemi shumë afër historisë tyne, dhe ne në një lloj mënyre jemi ebrejt e Ballkanit me atë sobdim, me ato poshtërsina që na kanë bë. Kështu që të gjejnë gjuhën dhe të jetojnë të gjithë njerëzit në paqen e Zotit. Dhe ky objekt do të jetë një ulërim për të gjithë botën që ktheni syt nga shpirti, ktheni syt nga Zoti. Gëzuar miqtë e mi këtë natë shenjtë, gëzuar natën e Kadrit.